Prej vitesh rruga e varrezave të qytetit në Golem vijon të jetë amortizuar. Lëvizja në këtë rrugë është e vështirë. Në ditët me shi kalimtarët e kanë pothuajse të pamundur të lëvizin për shkak të prezencës së ujit në rrugë. Një situatë e tillë është ngritur si shqetësim prej vitesh, por deri më tani banorët thonë se nuk është marrë asnjë mas nga institucionet përgjegjëse, pavarësisht nevojës urgjente për ndërhyrje. Pa vështirë shumë është edhe me bankët. Për këtu e me dalë deri në rrugë atje. Unë jam plotësisht dakord me se unë jam i gjenë ndërtimit rrugën e Vorrëve këtu, se i shërben tonë popullit Shkodrës, që kanë 5 familjeve këtu. Plotësisht dakord. Me e lidhë këtë rrugë, e me e çu deri në rrugën atje. Jo, nuk duket jashtë normalës kjo rrugë. As më atë fjalë se janë bërë shumë gabime këtu fatale. Sa më parë me ndërtuj këtë, se i shërben, se unë jam mosh sa për nesër, se jam syshi juj, por i shërben kësaj. T'ja shef në për ujë hi, unë të shtesë, unë ka nodhi fatkeqësi me djalin, rruga duhet bon, i kja rrugë, në kryesoret bile rruga Vorrëve. Ma në tërë pëzija bëllë për ta, po shirë si rruga ju peshit në vetë, qile u me matërë me gjana, me sene, u fikë. Po, bëllë shpesh e bajmë këtë rrugë, për që kemi thënë kur ku jasën. Për fmi besa për gjithë qahin. Banorët i bëjnë thirrje institucioneve përgjegjëse të ndërhyjnë sa më parë për rikonstruksionin në kësaj rruge, e cila lidh disa fshatra. Ata tregojnë se e kalimi në këtë rrugë është një sfidë me të cilën duhet të përballen çdo ditë. Më e vështirë për ta është në ditët me shi, pasi rruga mbulohet nga uji.